Nga një shtatori pritet të vjetë në përdorim linja e parë e trenit urban nga Zelenikova deri te qendra transportuese Shkup, me gjatësi 25 kilometra. Këtë e paralajmëroi ministri i transportit dhe lidhjeve Aleksandr Nikolovski, i cili tha se paraprakisht do të kryhen testime. Për dy linja tjera do të shpallet një tender për të shkruar afatin për përfundimin e plotë të këtij projekti për më pak se një vit. Ai theksoi se dinamika e punimeve është më e mirë dhe në 3 linja do të jetë funksionale në fund të vitit 2027. Првата линија која што оди од Зелениково преку Драчево, Ново Лисиче, Кисела вода, аеродром и нова железничка станица е 65%, што е согласно на динамичкиот план и очекуваме до јуни месец да истата биде завршена. Потоа следува еден период на тестирање и нашата цел и таа цел ќе ја постигнеме на 1 септември со почетокот на школската година. Drejtori i Ndërmarrjes Publike e Kurudhat e Maqonisë Sinisha Ivanovski tha se sipas mënyrës se si po zhvillohen punët pret që gjithçka të përfundohen brenda afateve të parashikuara, ndërsa aktualisht po zëvendësohen traversat e vjetra. Се работи на замена до трајни дрвени прагови, кои што се некаде датираат од 1959 година, од 63-та, од 69-та година, кои што беа во очено незавидна состојба. Истите ги заменуваме во овој момент на оваа делница со бетонски прагови, кои што беа залика во предпријатието од пред 1 или 2 декади. Причекаме да ги искористиме на оваа делница, ќе постигнеме возење до проектирана брзина, некаде и до 80-90 км на час, за разлика од сега која што брзина е 20 до 30 на час. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, theksoi se me projektin treni urban më pas BRT dhe 100 autobusë të rinj do të përmirësohet ndjeshëm transporti publik në Shkup. Јас искрено преамбициозен сметав дека е овој проект на почетокот, но по следствено како се одвиваат настаните на терен, а ја внимателно ја следам оваа динамика, можам да кажам дека импресивна е динамиката и пристапот со кој што се работи цел овој процес. Përveç segmentit të parë nga Zelenikova deri në qendrën transportuese, do të realizohen edhe linjat nga Volkova deri në qendrën e Shkupit në gjatësi prej 18 kilometrave, ndërsa tjetra është nga Miladinovci përmes Ilindenit dhe Maxharit deri në Shkup. Përveç kësaj do të punohet edhe në modernizimin e kalimeve rrugore për siguri më të madhe në komunikacion. Sipas njoftimeve, treni urban do të qarkullojë çdo orë, ndërsa orari i udhëtimit do të jetë i harmonizuar me transportin e autobusëve JSP.